Të dashur miq, ja ku takohemi bashkë në emisionin e radhës Kolazh Javor, ku si çdo javë dhe sot do të sjellim përmbledhje nga misionet të shumta dhe tematikat ndryshme që janë realizuar gjatë kësaj jave. Në emisionin ky është i dërguari im Hoxh Lokman Hoxha u përgjigj në pyetjet e shikuesve dhe u dha udhëzime atyre lidhur me kërkesat që kishin. Ndërsa në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, Ilir Ademi kishte të ftuar Hoxhën Jusuf Hajrullahun, me cilin diskutuan për forma të ndryshme të kryerjes së veprave të mira. Nëse po e kuptoj unë këtu pyetjen, ndoshta është fjala për personin që don me udhëtu dhe ka në plan udhëtimin e tij dhe para se me unis, duke qenë akoma në vendin e tij, në qytetin e tij, me fal Yatsin së bashku me akşamin. Në këtë rast, sidomos kur është në pyetje Yatsia, nuk do të ishte një gjë e preferuar sepse koha prej akşamit deri në sabah është mjaft e gjatë që të rralla munden me kanë destinimet aq të gjata, a mos me mujt me fal Yatsin. Kështu që më së miri është e fal akşamin në vendin e vet, pastaj e fal Yatsin kurdo që jepet mundësia, qoftë kur arrin në destinacionin e duhur, apo edhe gjatë rrugës, ndonjë pushimore, ndonjë pauzë kështu me radhë. Nëse personi është në namaz dhe nuk e din në cilin rekat është, habitet dhe zakonisht i ka dy mendime, nëse është në një rekat apo në tjetrën. Zakonisht rregulli fetar thotë që duhet me shku ka ajo që është më e sigurt, që është më i bindur. Dhe gjithsesi, nëse dyshon a janë 2 apo 3, e llogarit që janë 2. Nëse janë 3 apo 4, e llogarit që janë 3 rekate. Pra, e ndërton namazin në rekatin më të ulët. Dhe pastaj vazhdon rregullin, rrjedhën e normale të namazit mbi numrin cilën ka vendos. Dhe në fund të namazit jep selam në anën e djathtë dhe i bën 2 sejdë, pastaj kthehet, ulet edhe përfundon namazin. Domethënë e bën sehvi sejdën për shkak këtij dyshimi që e ka bërë. Nëse ka qenë rekat i tepërt, domethënë ajo nuk ja ka prish namazin, nëse nuk ka qenë asgjë tepër, atëherë këto 2 sejdë që kanë ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë poshtrim për shejtanin e mallkuar. Mjekra për burrat është cilësi dhe tipari i tyre gjatë gjithë historisë. Gjithë pejgamberët e Zotit kanë pasur mjekra, gjithë burrat e mëdhaj të njerëzimit kanë pasur mjekra. Ndërkohë që ka pas periudha historike që njerëzit janë detyruar me i rujt mjekrat, sidomos në emër të zotënave të tyre, edhe periudha e fundit e modernitetit që ka ndryshuar këtë koncept, e që tani ka ndryshuar për të kundërtën, që edhe rinia e preferojnë së të bartjen e mjekrës, dhe nëse kjo bëhet në pajtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke dashur që të pasohet rruga e tij, gjithsesi që është sevap i madh. Dhe largimin nga kjo vepër e pejgamberit alayhi salatu wasalam përbën gjuna për ata të cilët nuk e praktikojnë këtë sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata të cilët besojnë Allahun, pastaj nuk mjafton ky besim përderisa nuk e përkthejnë dhe manifestojnë në jetën e përditshme me vepra dhe me punë të mira, ulaika ashabul janna, këta do të jenë banorët e xhenetit. Sikurse na jep për të kuptuar se veprat e mira, punët e mira, projektet e hajrit janë të frytshëm, janë të dobishëm edhe botën tjetër që shpërblimi me xhenet, po është më interesante se vepra mirë, para se të shkojnë në botën tjetër, destinacioni i fundit i robit në këtë dunjë është varri. Është një hadith profetik ku i jep thekst veçantë se vepra dhe puna e mirë ka për të sjellë dobi dhe do të jetë në favor të robit nëse i ka bërë shërbimin e madh. Allah i madhëruar nga mëshira e tij nuk i ka lënë vetëm një portë të veprave të mira, po ka lënë shumë porte, shumë derë për të vepruar robi aty ku ja merr mendja dhe ka aftësinë dhe zotësinë, mund t'ja mësoj asaj veprës. Edhe pothuajse gjen në shumë citata të Kuranit dhe hadithit vepra të lloj-llojshme të ndryshme, namazi,
abdesi, zeqati, sadakaja, agjerimi, agji, respekti prindërve, vizita musafirve, ndihma hallexhimve, e nevojtarve, të mbjedhësh një pemë që ka për t'ja pa hajrin, shpezët, kafshët, insektet të lloj-llojshëm. Vërtet njerëzit dallohen, klasifikohen karshi veprave të mira, ka për atyre, sikur ka përmend Allahu në Kur'an, që është dhalimu li nefsi, që i ka bërë padrejtësitë vetës, që disa dietarë e ka definuar, ka thonë, ju ka mjaftuar me minimalen. Besimin duke mos shkuar më gjerë. Aq, nuk ka nasë Kërës janë njerëz që nuk interesohen se çfarë shpërblimi ka, çfarë mundësi, çfarë mund të bëj, janë njerëz neglizhent. Nuk ju le fare përshtypja ja. Kjo është kategori e qortuar, pra. E fundit, ka stagnuar. Pastaj është një hap më avancuar që është muqtesid mesatar, këtu e kanë definuar dietar duke thonë këta bëjnë farzët, urdhëresat e Allahut i zbatojnë, ndalesat ju përmbahen, mundohen edhe gjërat pak vullnetare, fakultative që janë nafilet të veprojnë, edhe duke larguar nga atyre që janë me kruatet e papëlqyer. Kjo është një grad pak më e lartë, më avancuar, më shumë e interesuar për xhenetin. Në emisionin Bukurit e Islamit, Hoxh Mirsim Maliqi foli për ruajtjen e fesë dhe të jetës si dy nga objektivat më të rëndësishme fetare, duke shpjeguar se këto vlera përbëjnë thelbin e mësimeve islame dhe udhëzimin për një jetë të drejtë dhe të balancuar. Ndërkaq nga mësimet e radhës të surës El An'am, Hoxh Enes Goga trajtoi temën udhëtimi nga jeta te vdekja dhe kthimi tek Allahu, duke shpjeguar se çdo njeri përballet me provat e jetës dhe se fundi i saj e kthen tek krijuesi. Ruajtja e fesë, ruajtja e nderit, ruajtja e mendjes, ruajtja e jetës, ruajtja e pasurisë e kështu me radhë. Me këto pesë rregullohet dhe sistemohet jeta e kësaj bote dhe jeta e botës tjetër. Do të thonë, sikur feja të kishte ardhur vetëm me idenë e fetarisë, po jo me idenë e jetës, nuk kishte qenë ekuilibrume. Ose sigur të kishte ardhur me idenë asketizmit dhe mënjanimit të gjithçka që ka të bëjë me pasuninë edhe me mirëmbajtjen e kësaj jete. Edhe ajo do të ishte, domethënë, një disbalans, domethënë, i pandrejtshëm. Për këtë arsye, garantohet lumturia në këtë botë dhe garantohet lumturia në botën tjetër me këto pesë. Mirë, po kur t'i analizojmë krejt tekstet fetare, krejtat me një farforme se tjetër radhiten të këto pesë. E më shohim një dispozit, një ndalesë, ose ka të bëjë se si ajo kontribon për ruajtjen e pasunisë, ose shohim se si kontribon për ruajtjen e devotshmërisë, ose shohim se si kontribon për ruajtjen e nderit. Domethënë, në çdo formë, lumturia të cilën e garanton Islami e garanton në saj të këtyre pesë, domethënë, domosdoshmërive të fesë dhe me këto i sistemohet jeta. Ruajtja e fesë dhe ruajtja e fetarisë për arsye që feja përbën shpalljen edhe kumtesën fetare, ndërkohë fetaria përbën praktikën e robit. Dhe Islami dhe rregullat e tij synojnë të dyja, synojnë edhe ruajtjen e fejas si shpallje dhe si dispozita dhe si kumtesë, sikundër që synojnë edhe ruajtjen e fetarisë së individit. Për arsye për shembull, mund të marr një fjalëbie për shembull një dispozit, e cila është e mbyll rrugën e haramit. Vjen një diçka që e mbyll rrugën e haramit. Ndoshta njëri nuk e kupton, mirë po esenca pse Allah e ka mbyll atë rrugë të haramit ka qenë pikërisht me rujt njëri devotshmërinë. Sepse me rujtjen e devotshmërisë se ruan fetarinë e tij dhe rrëdhëmisht domethënë e ka fatin për me dalë më lart dhe më mirë para Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht kjo objektivi i parë që është rujtja e fesë dhe fetarisë, përbën ajo që ka të bëjë me rujtjen e asaj për cilën ne vetë ekzistojmë, edhe për çka na ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, ka të bëjë me qëllimin e ekzistencës sonë që është adhurimi i Allahut të Madhërisht, sikur se thot Allahu subhanahu وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë. Për me na rujt Allahu neve fen, edhe fetarinë, edhe botkuptimet e tona fetare ka garantuar edhe në diçka tjetër, jo vetëm që ka garantuar me rujt Kurani dhe Suneti. Ka garantuar që edhe profeti mos me gabut përderisa ka qenë gjallë. Thot Allah subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja. Domethënë profeti nuk flet nga hamendja. Çka do që ai flet, dëfton, kumton, atë e ka prej shpalljes, e ka prej frymëzimit hynor që jep Allahu subhanahu wa taala. Kështu që neve Allahu subhanahu wa taala na i ka dërguar profetët, na i ka shpallën librat, na i ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na i ka rujt sunetin. Dhe këtë kjo ka ndodhur pse? Se objektive madhe e fejes
objektive më madhe e ligjvënësit absolut Allahu te barekuhu teala është pikërisht ruajtja e fesë dhe fetarisë. Sa është domethënë ruajtur në përpikmëri dhe është na transmetuar në përpikmëri suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pjesa e parë, tek ai Allahu janë qelsat e të fshehtës, apo qelsat e gajbit. Po e përdorim nga pak edhe terminologjin e Kur'anit. Imam Tabari shpjegon se qelsat e të fshehtës, qelsat e gajbit, çfarë janë qelsat e gajbit? Çfarë janë qelsat e të fshehtës? Qelsat e të fshehtës janë ato dituri të plota, të fshehta, të cilat nuk i din askush pos të madhit Zot fuqi plot. Në këtë kuptim, Imam Tabari sjell si shpjegim hala më të qartë hadithin të cilën transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, kurtimisht një nga një t'i zgjerojmë. Konceptet të cilat kanë të bëjnë me të padukshmen, konceptet të cilat kanë të bëjnë me botën e gajbit. Bota e gajbit, bota e padukshme, bota e fshet. Shiqeni vëllezër dhe motra, çdo gjë që është e padukshme, çdo gjë që është e fshet, është intriguese, është interesante, është provokuese, neve na intrigon. Por ne, si besimtar musliman, jemi të edukuar dhe edukohemi nga Kur'ani famlart që gajbin dhe të padukishmen ta besojmë pa pyetje. Pa pyetje të pa arsyeshme. Prandaj, që në fillim të Kur'anit, krejt në fillim të Kur'anit, kaptinën e dytë, në fillim të kaptinës së dytë në Kur'an, kaptinën Bekare, ajetet që pjesa dërmuese e besimtarëve i din dhe i lexojnë gjatë namazeve çdo ditë, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna. Paska një minutazh jashtëzakonisht nga takimi ynë, prandaj po preferoj që të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi më pas me një herë inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi së bashku duke analizuar ajetet e kaptinës An'am, duke filluar nga ajeti 59 e deri tek ajeti 62. Në pjesën e parë, u ndalëm tek ajeti 59, duke i dhënë me ndihmën dhe lejnë Allahut spjegimet e duhura inshallah taala. Tani po vazhdojmë me ajetin 60, ku Allahu dhul Xhelal, i cili është një ajet shumë interesant, shumë i bukur, thotë Allahu fuqiplot: "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin." Të mërkurën filloi emisioni më i ri nga Enklid Pelari dhe Hoxh Ahmed Kalaja, të cilët sjellin temat qendrore të familjes, duke shpalosur periudha të ndryshme familjare përmes të cilave kalon çdo njeri. Derisa Ilir Ademi dhe Hoxh Ferid Piku vazhduan trajtimin e Musait a.s. në emisionin Gratë në Kur'an, duke përshkruar takimin me gruan e virtytshme, kur ai ndihmoi vajzat e një profeti dhe më pas vazhduan me ngjarje tjera mjaft interesante nga jeta e tij. Familja në Islam fillon, siç e përmendët ju, me njeriun e parë, me Ademin a.s. Zoti i Madh krijoi bashkë me të bashortën e tij. Pra, familja e ka origjinën nga xheneti. Vetëm ky fakt mjafton për të kuptuar se familja është burimi më i rëndësishëm
i qetësisë, i prehjes dhe i rahatisë. Pra diçka e ardhur nga xheneti në tokë. Pra familja është diçka që na ka ardhur nga parajsa, nga xheneti në tokë. Kështu që ne domethënë duhet ta mbajmë, duhet ta ruajmë dhe nëse duam pak aromë xhenetit në jetën e kësaj bote, aromë parajse në jetën e kësaj bote, atëherë le t'i kushtojmë rëndësi familjes. Për këtë arsye në Islam është kushtuar rëndësi e veçantë, për këtë arsye kemi një sure në Kur'an, pra një kapitull që ka emrin Familja e Imranit, ku e veçanta e kësaj familje është se ka qenë një familje shumë e përkushtuar ndaj Zotit, po edhe një familje ku të gjithë anëtarët gëzonin gjithë secili rolin e vet. Çdo lloj thirrje në emër të fesë dhe të besimit, që ne nuk do të martohemi se të përkushtohemi Zotit, themi prit. Ti me Islamin, me fenë nuk ke lidhje, sepse ti bie ndesh me profetin al-Islam. Ose thuaj, unë nuk jam ndjek si Muhamedit, më pëlqen me qenë musliman, po jo si ndjek si Muhamedit, të themi ti është zotëni e ke deklaruar vetëm të. Po ti thush vetës musliman, e thush gjë, unë nuk martohem, unë nuk krijoj familje sepse dua të jem vetëm, atë i bie ti o ti më i miri, o profeti Muhammed al-Islam më i miri. Normalisht që nuk mund bëhet krahasim, atëherë ti e tregove vetë se nuk ke lidhje me fenë e Zotit. Pra e thash këtë për të treguar se krijimi i familjes është nevojë, është natyrshmëri, po është edhe besim. Nevojë se njeriu zotëri ka nevojë në një moment caktuar të ketë njerëz rreth e përqark, sepse përndryshe do të kalojnë përbindësh. Njeriu domethënë është natyrshmëri, sepse Zoti i Madh ka krijuar njeriu që ka nevojë të ketë një bashkëshortë, ka nevojë të është natyrë njerëzore, nuk mund të dalësh nga natyra njerëzore. Kur njeriu dobësohet në fe dhe në besim, nuk e sheh më familjen si prioritet dhe si diçka të rëndësishme, po e sheh si diçka që është, le të themi, nevojë fiziologjike, e sheh si diçka që duhet bërë për pasur vazhdimsinë apo si nevojë. Kurse kur ka fe dhe besim, përveç kësaj ai e sheh si një kënaqësi e Zotit, e sheh se duke ndjekur rrugën e profetit, e sheh se familja kështu do të jemi bashkë edhe në botën tjetër, shpërblimi është shumë i madh, çfarëdo që bëjnë brezat që do të vinë mbas meje mua do të vi sevapi dhe shpërblimi etj. Pra është këndvështrim tjetër. Gjë tjetër që le të themi, domethënë e sfidon familjen sot është materializmi. Pra ne jetojmë, sidomos tek ne le të flasim që njerëzit kanë dalë nga një brez i cili është rritur shumë materialist. Materializmi nuk të lën të zhvillosh një familje të shëndetshme. Madje materializmi shkatron edhe familjet e shëndetshme. Musaja a.s. është i arratisur, është i trembur, është i friksuar, nuk di ku të shkojë, nuk di ku do të punojë, nuk di si do të ushqihet, po themi ka hallet e problemet e tij që i mjaftojnë dhe i teprojnë. Por ai është një besimtar, ai është njeri i zgjedhur i Zotit dhe nuk mundet kur ta shtyp, po them besimin që është brenda zemrës së tij, vlerat me cilat do të thënë e ka rritur dhe e ka edukuar Zoti, sepse profetët janë edukim hyjnor, janë të edukuar prej vetë Zotit. Kur shikon një skenë të tillë aty i bën shumë përshtypje, se si ka mundësi gjithta burra, gjithta njerëz nuk japin prioritet dy vajzave, dy grave. Ato rrim një cep atje edhe këta, më thënë, sikur ku është ndjeshmëria, ku është fisnikëria, ku është respekti ndaj gruas, ndaj të dobtit, ndaj atyre që duken që kanë një hall, kanë një problem. Natyrisht ai thash harron të gjitha hallet e tij, i bën shumë përshtypje për keq. Kjo që pa dhe shkon dhe i pyet ato dy. Çfarë është halli juaj? Kjo pjesa e reagimit, kjo pjesë është shumë e rëndësishme dhe duhet ta potencojmë gjithmonë se një besimtar reagon, si thot profeti Muhammed a.s. Kur shikon diçka të pahishme, diçka të padrejtë, një besimtar reagon. Nëse ka mundësi të reagojë me veprën e tij, me forcën e tij, me dorën e tij, duhet ta bëjë atë. Nëse nuk ka mundësi ta bëjë me forcë dhe me vepër, ta bëjë me fjalën e tij, të reagojë me fjalën e tij. Thotë që kjo është padrejti, kjo është e pahishme, kjo është e pandershme. Por nëse nuk ka dhe mundësi ta bëjë diçka të tillë, profeti Muhammed a.s. na thotë që minimumi që bën një besimtar është reagimi me zemrën e tij. Dhe nëse nuk reagon me zemrën e tij, nuk ka më besim. Reagimi me zemrën është ku njeriu nuk ndihet rehat. Edhe ashtu edhe Musaja a.s. nuk ishte i rahatuar për kësaj që pa. Thash i harroi të gjitha ato dhe u ngrit më një herë dhe pyeti: "Mirë, po subhanallahu, kjo lloj reagimi, kjo lloj vlere që ka besimtari, ajo bëhet shkak për shumë mirësi që njeriu nuk i din. Forma se si ato ruajnë delet e tyre, forma se si rrinë aty me një cep derisa njerëzit tjerë tregon fisnikëri, tregon edukim, tregon, më thënë, moral.
Pra ato ishin produkti një edukate të caktuar, në ana tjetër këto komunikojnë me teatrin e tyre. Dhe i tregojnë që ju bën përshtypje një personi huaj, ju bën përshtypje sjellja e tij, komunikimi që ai ka dhe mbi gjitha ju bën përshtypje dhe forca dhe fuqia e tij. I tregojnë për diçka të tillë. Mirë po, jati këtyre vajzave, edhe ajo njeh vlerën dhe mirësinë. Prandaj thash unë, njerëzit kur dëgjojnë histori, kuptojnë për këtyre historive që ky person ka vlerë dhe mirësi. Nuk është kusht ta takosh ti patjetër atë person, ai se dinte kush është Musai. A se dinte se historinë e Musait. Mirë po vetëm nga sjellja që nga ajo që i treguan vajzat e tij, aty i bën shumë përshtypje. Dhe ai thash njëri fisnik. Ai njëri duhet shpërblyer për të treguar që minimumi që bën një besimtar dhe njëri mirë e shpërblen të mirën. Në emisionin e Thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem Avdiu diskutuam për mentalitetin që pret gjithçka derisa të piqen kushtet. Njerëzit që nuk fillojnë asgjë, nuk falen dhe nuk punojnë, duke humbur mundësitë të çmuara në jetë dhe u tregua se si mund të thyhet kjo pritje e pafund. Ndërsa Hoxh Blerim Musliu në emisionin e radhës Më ka mësuar Islami, këtë javë foli për arsyen kryesore të ardhjes së njeriut në këtë botë, pra për të adhuruar Allahun e Madhërisëm. Nëse mendojmë se dikush ka më përgatit kushtet edhe rrethanat, e ne vetëm do të fillojmë, atëherë ku qëndron logjika këtu? Ai filoni i cili ka më përgatit gjitha rrethanat edhe kushtet e suksesit, pse mos me realizu komplet suksesin vet? Pse më na e dhuru neve suksesin? Në të vërtetë, jeta e kësaj bote nuk funksionon sipas kësaj logjike të deformuar. Logjika e saktë është që jeta është betejë, edhe për neve gjithmonë janë rrethanat edhe gjithmonë janë kushtet, por normal janë për të vepruar dhe për të marrë iniciativë ka e mira, ka e mara, por jo për të nxituar në lëvizje. Janë dy gjëra që pra ai nxitim që çon në gabim pastaj. Po, vendimet duhet t'i marrim shpejt, pa hezitim, edhe asnjë punë të mirë të hajrit nuk bën të avonojmë. A ka koha, a janë rrethanat për një kthim të mirëfillt ka Zoti, gjithsesi përgjigjja gjithmonë është po, për arsye se duke qenë se ne asnjëherë nuk e kemi të ardhmen të sigurt në njohje, në dijen tonë. E ardhmja jonë është e caktuar. Pra ajo nesër mund të mos vi për ne. Ajo nesër mund të jetë, ajo do të vi gjithsesi, po si do të vi, jo ashtu sikur se e presim ne. Për arsye se nesër është e xhuma. A do të jemi gjallë për ta falë xhuman? A do të jemi shëndetshëm për ta falë xhuman? A do të jemi të sigurt për ta falë xhuman? Kjo nuk varet prej neve. Andaj nuk duhet të them unë e kam bërë sot. Po vjet tash Ramazani. Bravo. Dikush dëshiron të fillojë diçka të re prej Ramazanit. Prej Ramazanit. Nuk duhet të them unë kam bërë një gjuna sot e ejnëte, edhe hajtë do të pendohem nesër namaz xhumas. Jo, pendoh që tani për arsye se e nesër mja nuk e dim se çka sjell. Pra te kismetin nuk kemi qasje që me ditë me u arsyetuna. Kështu që me e thonë deri në kismet, si rjedhojë mbështetjes tonë në Allahun fuqiplot, e pranimit të dobësisë tonë, e pranimit të nevojës që kemi për mëshirën, për krahjen, ndihmën e tij, kjo është gjë e mirë dhe fisnike. Në anën tjetër e përmendet më herët, kismet është mosha madhore, kismet është vetia e kështu me radhë. Por nëse e themi deri në kismet, veç për me hek qafe atë që po të këshillon. Apo kupton? Atëherë kjo është keq përdorim i besimit në kismet, në caktimin e Allahut fuqiplot. E njëjta gjë është kur themi ne insha Allah. Është etike që çka do që të flasim për të ardhmen plan që kemi e kështu me radhë, themi po, do ta bëj këtë me lejen e Zotit, nëse don Zoti. Mirë, po kur nuk do ta themi këtë insha Allah, me synim që hajtë edhe mëse bofsha zbot, me se kom thonë insha Allah. Se kjo është pastaj në fakt është përgjithësi më e madhe. Është keq përdorimi i emrit të Allahut fuqiplot.
do të vije shejtani në momentin e caktuar nga brenda dhe njeriu të besimtar do ta pyet pse falesh. Pse agjeron? Pse duhet t'japsh zakat? Pse duhet të shkosh në haxh? Pse duhet ta privosh veten nga shumë kënaqësi të kësaj bote? Dhe pse duhet të mos veprosh punë të caktuara? Pse duhet të ndalesh te kufet të caktuar? E kështu me radhë. Ndërsa për ata të cilët nuk janë pjesë e këtyre përjetimeve, sigurisht se pyetjet e tyre janë për ditëshmëri dhe drejtuar besimtarve, apo ata drejtuar vetes së tyre për një lloj balanci në jetën e tyre se çfarë më duhet adhurimi, pse duhet të falem, pse duhet të agjerojmë, pse duhet të kryjmë punë dhe obligimet e caktuara. Dhe përgjigjen pastaj ata japin vetë, sepse nuk e bazojnë dhe nuk e mbështetin në argumente fetare. Allahun xhalla shanuhu e adhurojmë, sepse Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar. Pra Allahu është ilah, është i adhuruar. E adhuruam ne ose jo, pra veprimi jon ose mos veprimi jon nuk ja jep ose nuk e zbeh këtë madhështitë Allahu subhanahu wa taala. Nuk e zbeh që Allahu subhanahu wa taala është i adhuruar. Pra nëse ne mbledhemi dhe adhurojmë Allahun, nuk i shtohet atij që ai po i rritet grada e qenëve të adhuruar. E nëse ne mohojmë, nuk i paksohet grada që Allahu xhalla shanuhu është i adhuruar. Pra Allahu është i adhuruar me ne ose pa ne. Andaj në këtë rast, me që Allahu xhalla shanuhu është i adhuruar, pse ne të mos jemi përfituesit e shpërblimeve dhe e begative të atyre të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kush është ai i cili na ka forcu, kush është ai i cili na ka ndihmu, kush është ai i cili është kujdes, dhe kush vazhdon të kujdeset çdo moment të jetës tonë, sa herë gjatë jetës ne jemi gaflet, në shkujdesje, sa momente ka gjatë jetës tonë që ne nuk e kemi veten në kontrollin tonë. E Allahu subhanahu wa taala përmbi shtatçi kujdeset në mënyrën më mahnitse për çdo gjë e cila lidhet me neve. Pa dhe pa shiqu dhe pa llogarit të gjitha ato procese që ndodhin në veten tonë, e që mjafton t'ja hedhim një shikim mjekësisë dhe të dhënave të mjekësisë për njeriu i cili është aq kompleks në krijimin e tij e në funksionimin e tij. E mjafton që të shohim ata cilët Allahu i ka sprovuar me smundje, e të shohim se me çka na ka amnestuar Allahu subhanahu wa taala. Gjatë kësaj periudhe dimërore në Kosovë janë shtuar rastet e të prekurve me gripin sezonal, por më shqetësuese janë ato që prekin infeksionet respiratore dhe aparatin e frymarrjes. Për këtë çështje folëm me drejtorin e klinikës së pulmologjisë, doktor Besim Morinën, në emisionin Këndi i diskutimit. Ndërkaq Hoxh Muhamet Dërmaku, pas disa javësh që kishte trajtuar Jusufin alayhi salam, këtë javë filloi me rrëfimin tjetër për pejgamberët, në këtë rast për Shuaibin alayhi salam. Kjo është koha e vitit kur kemi më shumëti infekcione respiratore, pra niveli i infekcione respiratore është më i lartë, muajt e ftohtë vitit. Edhe shpesh kemi mbivendosjet e llojet e virozave, po ashtu edhe infeksioneve tjera. Kështu që është pak sfiduese sa i përket dallimit cilit nga kjo viroz i ka prek më shumëti. Normalisht që virusi influencës apo në gripit që ne e njohim, është më i shpeshti edhe më shumëti kemi raste të tilla, por nuk mungojnë edhe rastet që ka virozave tjera që i prekin sistemin respirator, po që nuk hynë në këtë kategorinë. Përgjithësi kanë simptomatologji të njëjtë, po nganjëherë edhe rrjedhje të njëjtë. Disa prej virusave, për shembull virusi i rinovirusi ose virusi parainfluencës ose virusa të tjerë, mund të japin një klinikë më të lehtë. Kemi pas edhe raste të virusit SARS-CoV-2 ose Covidit, që normalisht tani ka formën më të lehtë, edhe për por që është prezent. Po, është prezent,
edhe virusi sincicial, po në përgjithësi shumica dominon virusi gripit. Është shumë e rëndësishme sepse virusi përhapet edhe para se me u paraqit simptomat. Edhe ne i njohim si faza e inkubacionit, do të thonë kur virusi veç hyn në trupin ton dhe është në gjendje me u shpërnda kur ende të s'ki simptoma. Kjo bën shumë vështirë edhe monitorimin e sëmundjeve. Sepse në momentin kur shfaqen simptomat, do të thonë veç ky ka qenë duke shpërndar infeksionin. Duhet të kemi parasysh që në përgjithësi virusi i gripit ka një përparësi sepse simptomat paraqiten më një herë. Kështu që dikush që infektohet brenda 1 apo 2 dite kanë më paraqit simptomat, kështu që s'ka mundësi të infektoj njerëz pa ditë që e ka. Kështu që në momentin që i ka shenjat e gripit, atëherë mundet me Cilat janë këto shenja? Sepse nganjëherë normalisht gripi jep nuk i dallojmë dot me ftohje. Flamën, po. Atëherë flama ose riniti që ne njohim, zakonisht jep simptoma vetëm traktit sipër respirator, me një rrjedhje hundës, kongestion hundës, apo të shtim, mundet apo një dhimbje koke për shkak prekjes sinusëve, hapësira sinusëve paranazal. Kurse sa i përket gripit, karakteristikë themelore është dhimbja muskulare, dhimbja e trupit. Qëllimi kryesor është që të krijojmë një kulturë e jetës shëndosh. Kultura e jetës shëndosh, pikërisht ato që përmendëm, një ushqim i balancuar që ka gjitha produktet, që ka antioksidancë, që ka dhe vitamina prezente, që ka dhe proteina, edhe do të thonë yndyrna kështu me radhë. Po përveç kësaj një gjendje, do të thonë pa ngarkesë, me gjumë, do të thonë një jetë pa faktorët që dëmtojnë imunitetin, që është duhani dhe alkooli, edhe aktiviteti fizik i duhur, mbajtja peshës ideale, gjitha këto janë parakushte për me pas një imunitet mirë. Në momentin që ke imunitet mirë, jo vetëm gripi, po gjitha infeksionet kalojnë më lehtë, edhe shpesh kalon pa vrejtur. Në momentin kur nuk e kemi imunitet mirë, atëherë çdo sa mundet me qenë rrezikshëm edhe një infeksion banal. Shuajbi a.s. e njohim dhe dallohet, pra qysh është interpretuar deri tek ne si njeriu që ka qenë shumë gojtar dhe orator, e që në mesin e profetëve, sikur të ishin, pra ata që të gjithë gjallë dhe për një herë, sikur të ishin ata në një tubim, do t'i binte se aty do të vërejhej ajo të zëm përparësia e njerit mbi tjetrin, dhe në këtë rast Shuajbi ndoshta do të ishte ai që do të recitonte poezi para tjerëve, ose do të bante fjalime për kthjellësinë e gjuhës, për oratorin dhe për mënyrën elokuencën e tij në paraqitje si e ka pasur. Ky është pra Shuajbi a.s. Populli medjen, sikur njihet më së afërmi, që e thonë historianët, mund të jetë tek vendi që sot është një qyteti Ma'an, parafërsisht pra në Jordaninë e sotme. Nëse e shikojmë pra këtu, i bie se Shuajbi a.s. ka qenë shumë afër popullit të Lutit a.s. për cilën kemi folur më herët dhe për çudirat e tyre. Në këtë aspekt i bie që Shuajbi a.s. pra ka jetuar gjeografikisht afër Lutit a.s. Dikush ndoshta kur ka menduar se Shuajbi po përmendet fill pas Lutit, ndoshta është aspekti i gjeografisë. Disa thonë edhe aspekti i historisë është. Në kuptimin pra, edhe ka jetuar afër atij vendi që ishte dënuar pra të populli të vendi Sedum në Jordani e të sotme, ku është deti i vdekur. Mirë po, edhe në kontekstin historik nuk është se ky popull ka jetuar shumë vonë, ose shumë më vonë nga populli i Lutit a.s. Shuajbi a.s. atyre thotë, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum." Fillon të ju përmend favoret që Zoti xhalla xhelaluhu ju ka bërë njerëzve, thotë, mendoni kur ishit pak dhe Zoti ju shumoi.
Wandhuru kayfa kana aqibatul mufsidin, dhe shihni si kanë qenë përfundimet e popujve tjerë. Ju ishi pak, ju bërit shumë në kuptimin, ju krijuat familje, ju bët rend, për dallim për popullit të Lutit që e kishin këto defekte, ata nuk kishin familje, ngushtoheshin, pra familjet e tyre i kishin përdosur dhe nuk kishin kaluar në rend tjetër që çon në shfarosje, në prishje e humbje të hallkës së shoqërisë. Pra, nëse doni të jeni si ata, ju e dini se si përfundojnë popujt që bëjnë fesat, që bëjnë të keqe mbi tokë. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana. Nëse për jush është një pjesë që kanë besuar në atë që kam ardhur unë, janë dërguar me te unë, dhe një pjesë tjetër nuk i kanë besuar, atëherë bëni durim derisa Allahu të gjykojë mes neve se cili e ke më drejt. Për hipokrizin si sëmundje e rrezikshme e zemrës, ka folur këtë javë Hoxh Elbasan Xhani në emisionin Zemra mes sëmundjes dhe shërimit, duke shpjeguar se si kjo cilësi e fshehtë e dëmton sinqeritetin dhe e largon njeriu nga pastërtia e besimit. Derisa në emisionin Rinia me sfidave dhe besimit, Ali Dizdari dhe Hoxh Mustafa Tërniçi kanë trajtuar temën të jesh më këmbës i Allahut në tokë, duke shpjeguar përgjegjësinë e trinjeve për të jetuar besimin përmes punës së dobishme dhe moralit të drejtë. Ndërsa në emisionin Fjala që udhëzon, Hoxh Gentian Mara foli për devotshmërinë dhe moralin, duke theksuar se pastërtia e zemrës dhe sjellja e mirë janë shenja dalluese të besimtarit të sinqert. Ata munafiqët e hipokritët mundohen që ta mashtrojnë Allahun Azza wa Jall, por edhe ata cilët kanë besuar, besimtarët. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yash'urun. Pra, ata mundohen që ta mashtrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe besimtarët, por nuk e mashtrojnë përveç se vetveten e tyre dhe ata nuk e ndjejnë. Andaj, të nderuar vëllezër besimtar, vazhdon Allah Azza wa Jall fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Me të vërtetë, në zemrat e tyre ka një sëmundje. Për kush është sëmundja? Sipas komentatorëve të Koranit, sëmundja është për qëllim nifaku, dyftërsia dhe dyshimet që kanë në dinën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, Allah Azza wa Jall tha, ata kanë në zemrat e tyre sëmundje. Dhe pastaj vazhdon Allah Azza wa Jall fazadahum Allahu marada. Dhe Allahu ashton smundjet atyre. Fjala nifaq apo hipokrizi është për qëllim fshehja e kufrit në zemër dhe shfaqja e imanit në anën e jashtme para besimtarëve. Pra, hipokrizia është fshehja e kufrit dhe mohimit Allahut Azza wa Jall në zemër, por shfaqja e besimit të rrejshëm në dukjen e jashtme. Ky është përkufizimi bazik i kësaj vetie dhe cilësie të keqe që ka plan një pjesë të njerëzve. Andaj, personi i cili e bën këtë gjë, në termin ton islam quhet munafik. Person me dy fytyra, person pra i cili realisht mundohet që të fshehë diçka e që besimtarët pra nuk e zbulojnë atë ose zbulimi i saj vjen pas një periudhe të caktuar kohore kur qëndron me të dhe rrin me të dhe pastaj e zbulon se çfarë ka fshehur ai person. Kur t'ju thuhet atyre mos bëni çrregullime në tokë, thanë jo, përkundrazi, ne po bëjmë mirë, përkundrazi, ne po mundohemi për mirë, sikurse në jetën e kësaj bote ka prej tyre të cilët në emër edhe të fesë, pra i dëmtojnë të tjerët, në emër të fesë mundohen që të shkatrojnë të tjerët, dhe kur të pyesësh thojnë, neve po veprojmë mirë, ne po veprojmë sipas rregullave, sipas ligjeve, për ta ruajtur fenë, për ta ruajtur identitetin, por ja që janë ata skenaristat më të mëdhenj, janë hipokritët më të mëdhenj, të cilët mundohen që të dëmtojnë muslimanët pa kurfar argumente dhe kurfar arsye.
qyrë në kohën e Ademit, alayhi salam, e deri në ditët e sotme, e deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit, atëherë çfarë ndodh? Njeriu është ajo racë në prej krijesave të Allahut xhelle xhelalu, e cila ka marrë përsipër të luftojë apo të jetë në betejë mes mirës edhe të keqes, mes mirës dhe të kotës, mes errësirës dhe dritës, dhe kështu ka funksionuar gjithmonë, paçka se shumë prej njerëzve kanë marrë përsipër të përfaqësojnë të mirën dhe nuk janë të duhurit, të përfaqësojnë të mirët dhe janë mashtrues, të përfaqësojnë të mirën por nuk janë të sinqert apo besnik, apo të përfaqësojnë të mirën dhe ata nuk janë të aftë dhe nuk janë të përgatitur për atë gjë. Çfarë do të thotë jesh mëkëmbës në tokë? Të jetosh, ta zhvillosh jetën, ta administrosh jetën, ta menaxhosh jetën në formën më të mirë duke pasur parasysh dhe duke qenë korrekt me urdhrat hyjnor të Allahut subhanahu wa taala. Përse e gjitha kjo? Sepse njerëzit nuk bin dot në ujdi, nuk bin dot dakord, nuk janë unik në vendimet e tyre dhe përrjedhoj do të ndryshojnë. Cila është pikë referenciale që do t'i bëj njerëzit të merren vesh me njëri tjetrin dhe të bien dakord, nuk mund të ketë vetëm se nëpërmjet urdhrave hyjnor. Nëse do t'i lihet çdo gjë ndor vetëm njerëzit, do t'i shkatruar deri tani. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famëlart, "Laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu." Nëse Allahu xhelle xhelalu nuk do të vendoste ekuilibra në tokë, kur njerëzit të shfaqnin interesat e tyre, zhvillimet e tyre, politikat e tyre, domethënë qasjet e tyre, gjithçka që lidhet me jetën njerëzore, jeta do shkatrohej. Në momentin që ne nuk jemi të sinqert me Zotin, nuk jemi mirënjohës me Zotin që na krijoi, nuk do të jemi të sinqert me krijesat e Zotit. Dhe ja ku kemi Nemrudin, ja ku kemi Faraonin, ja ku kemi perandor apo mbretër të tjerë të cilët jo vetëm që i shtypnin njerëzit, por pretendonin që ishin ata Zot, e kështu me radhë. Prandaj rinia është ajo që nëse e merr përsipër përgjegjësinë për t'i ftuar njerëzit, për t'i orientuar njerëzit, atëherë patjetër që do të kemi një të ardhme më të mirë, dhe ne kemi folur në emisionet më parshme për këtë, a nëse një rini e cila nuk kupton dhe nuk don të njoh, nuk don të di qëllimin e vërtet të jetës së kësaj bote dhe si zhvillohet me të vërtet me sinqeritet jeta e kësaj bote, atëherë ne nuk do të kemi një të ardhme të mirë dhe të shëndosh. Përgjigjet profeti alayhi salatu wassalam dhe thot: "Taqwallah wa husnul khuluq." Devotshmëria, frika ndaj Allahut dhe morali i mirë. Shkon domethënë se sa përgjigje e shkurtër është, por se sa e rëndësishme është. Taqwallah, frika, devotshmëria ndaj Zotit. Pikë pari, përse është e rëndësishme ose përse Zoti me mëdhnit vet kërkon prej nesh që ta kemi frikë, ti friksohemi atë ditë. Çfarë nevoje ka Zoti i gjithësisë? Zoti nuk ka nevojë për askënd dhe nuk ka nevojë për asgjë. Çdo gjë të cilën ja ka kërkuar njeriu, ja ka kërkuar që njeriu si një krijesë me norma, që karakterizohet domethënë nga kjo veti njeriu, që njeriu si një krijesë me norma t'i përmbahet akoma dhe më shumë normave të tij. Përse frika prej Zotit ose prej dënimit të Zotit? Sepse njeriu duke patur dhe turp, jo vetëm frika, se gjithmonë flasim frika prej Zotit, po dhe turpri prej Zotit, po dhe ndrojtja prej Zotit. Pra janë shumë cilësi këto që i ngjasojnë njëra tjetrës, të cilat formojnë devotshmërinë e njeriut. Pra takvaja në realitet çfarë është? Është të ruhesh nga gjërat e ndaluara. Do të thonë të ruhesh çfarë do thotë? Të rrish larg, të qëndrosh larg, të mos rrezikosh as pak. Ndaj dhe të parët se lefët tanë çfarë kanë thënë? Kanë thënë ka qenë zakon që njerëzit të linin shumë gjëra të lejuara nga frika se mos bien në të ndaluarat. Jo të dyshimtat, vëllezërit e mi, jo të dyshimtat. Shumë gjëra të lejuara nga frika se mos shkojnë drejt të ndaluarave. Kur dikujt prej dietarëve është kërkuar dhe i është thënë që na e përshkruaj ato devotshmërinë. Pra çfarë është devotshmëria? Ai ka thënë, nëse do të jesh në një ar
në një tokë të hapur, të lirshme. Dhe në atë tokë gjenden ferra, gjenden gjemba, ose gjenden pengesa të ndryshme, të cilat më e pakta mund gjendet dhe balë, që ty mund të bëj pis. Ti çfarë bën? Thot i shmang të gjitha, pra u qëndroj larg këtyre, që të mos dëmtohen prej tyre. Kjo është devotshmëria, thot në fe. Pra ti qëndrosh larg gjërave me pikë pyetje, por herë dhe pa pikë pyetje. Pra nga frika se, shiko se nëse afrohem aty mund të bëhem pis. Ose nëse afrohem në këtë të arën, mundem gjemba të më grisin rrobën time. E kështu me radhë. Pra çfarë është devotshmëria? Devotshmëria pra ti përmbash ose më mirë themi ti qëndrosh larg gjërave të ndaluara. Të dashur miq, këto ishin përmbledhjet që kemi sjell për ditën e sotme nga emisionet dhe temat shumëta që janë trajtuar gjatë kësaj jave. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.